Hejo njerëz të bukur, si jeni sot? Sot po u vi me një tradit greke. Po. Me tradit greke. Tani gruri zier, e kemi dhe neve në Shqipëri pa diskutim. Edhe neve kur ishim të vegjël e hanim shumë, na e bënte nëna, e zien të gjyshja. Edhe pastaj ja e hanim me arra, me sheqer, jami, na pëlqente shumë. Në Greqi tani e quajnë koliva. Edhe e bëjnë zakonisht për përkujtimore. Nuk e bëjnë në jetën e përditshme të tyre, po çdo vend sipas zakonet e veta, sipas traditave të veta. Do shumë punë që të bëhet, se këta e ziejnë, edhe si shikoni, pastaj duhet që të thahet mirë, se nuk duhet të dali me lëng, duhet të dali kështu shumë i thatë. Edhe pastaj e përpunojnë, i hedhin brenda, jo rrush të thatë, 2-3 lloj, i hedhin bajame, i hedhin disa gjëra arra, sheqer kuptohet, kanellë po i hedhin. Edhe do shumë punë, është e vërteta, kjo është bukë e grirë, friganja do me thënë, edhe pastaj e duhet ta shtypin kështu mirë me duar, që të mos lëvizi, edhe pastaj i hedhin gjërat e tjera përsipër, i hedhin edhe këtë bukën e grirë, biskota i hodhen, i bën biskota të grira dhe i hodhen sheqerë. Qartë tjetër edhe tani në fund duhet të dali kryqi përsipër, me që është për kujtimore. Është shumë e shishme kam të themë, se kam provuar, edhe tani e zbukurojnë përsipër me arra, me bajame. Më thoni dhe juve se çfarë tradita keni nga zona tuaj për kujtimore. Ciao!